Elton, të përshëndes nëse mund të përcjellësh së diçka nga atmosfera në këtë qytet simbol të pavarësisë së vendit, cilat çfarë është menduar në fakt edhe për qytetarët, aktivitetet apo të gjitha festimet që po mbahen atje. Në fakt, ceremonia zyrtare ka përfunduar në Sheshin e Flamurit, megjithatë qytetarë të shumtë vijojnë të mbeten pikërisht në këtë vend, duke bërë foto kujtim nga këtë ditë e rëndësishme pikërisht në Sheshin e Flamurit apo në momentin e pavarësisë, i cili ndodhet pas krave të mi, aty ku ka qytetarë të shumtë, jo vetëm nga Vlora, por nga rrethet e tjera edhe padyshim nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët nuk kanë munguar që sot të jenë të pranishëm pikërisht në qytetin e Vlorës për të festuar së bashku 113 vjetorin e pavarësisë. Normalisht, veç ceremonisë zyrtare, qytetarët të marrin pjesë në aktivitetet e parashikuara për këtë ditë, siç e tham edhe më parë, do të kemi koncerte të cilat do të kulmojnë padyshim me koncertin e madh që do të zhvillohet mbrëmjen e sotme në bulevardin kryesor të qytetit të Vlorës në zonën e Skelës, ndërkohë që aktivitetet kanë nisur prej disa ditësh, ka patur festime edhe në Muzeun e Pavarësisë, aty ka patur valle dhe këngë, ndërkohë që vetëm pak më parë edhe grupe të ndryshme folklorike nga gjitha trevat shqiptare kanë performuar në Sheshin e Flamurit në mënyrë spontane, duke sjellë me të vërtetë një atmosferë ndryshe për gjithë ata të cilët kishin dalë në shesh për të festuar pikërisht 113 vjetorin e pavarësisë së vendit. Ne kemi mundur të marrim intervista dhe të flasim edhe me qytetarë të shumtë të cilët kanë qenë të pranishëm, kryesisht ata të cilët kishin ardhur nga Kosova, ku duke qartë në intervistat e tyre emocioni që përcjellnin dhe faktin që ndodheshin pikërisht në Vlorë ditën e sotme në 28 nëntor për të festuar së bashku 113 vjetorin e pavarësisë, të ditë historike për gjithë shqiptarët. Unë i ftoj në këtë moment për të ndjekur pikërisht disa nga intervistat e marra nga qytetarë të ndryshëm nga Kosova apo dhe nga trojet e tjera shqiptare të cilët ishin të pranishëm sot në këtë ditë në Sheshin e Flamurit në qytetin e Vlorës. Unë vim prej Soarekës, nëse Kosovës, të përshëndes gjithë shqiptarët këto që janë për ditën e Flamurit, 28 nëntorit, ashtu edhe komandantin tonë nivelar aty nga Soareka. Jo, jam 5 vite vi rregullisht, po dhe për 100 vjetorin jam punë, për 100 vjetorit tash vi gati rregullisht. Unë kam ardhur nga Kosova, përfaqësoj Drenicën. Jam nga komuna Skenderajit, kam marrë me lidhjen e bletarëve të Kosovës, jam një bletare, jetoj që 24 vite atje, erdhëm në Vlorën heroike nga Drenica e përgjakur, dhe shumë heroike. Për herë pare erdhëm këtë fest, edhe pse kam ardhur me rastet e tjera në Vlorë, po për herë parë vi për 28 nëntorin, ta gëzojmë gjithë shqiptarët, Vlora është në gjithëve, ju urojmë festën. Inshallah, vjen koha dhe të bashkojmë troje shqiptare. Jemi nga Prizreni, kemi ardhur për festën e Flamurit këtu në Vlorë. Jemi një grup bletarësh me organizim të lidhjes bletarëve të Kosovës, ku këtë vit kemi vendosur ta shënojmë, domethënë për vjetorin e pavarësisë në Vlorë. Është viti i parë që vini në Vlorë? Po, është viti i parë që vim në Vlorë ky. Vlora veçanërisht do të thotë shumë për ne shqiptarët e Kosovës, se ne gjithmonë e kishim si krenari, do më thonë si simbol krenarin në Kosovë, edhe frymëzimi ynë ishte gjithmonë ëndër e kamotshme që të vim Vlorë dhe të festojmë me Vlorë. Prishtina, kemi ardhur morëm pjesë me bletarët e Kosovës, këtë manifestimin që ne edhe që kemi ndru sa vite. Kemi kënaqësinë që të jemi në mesin e këtyre të Shqipërisë, që më të vërtet kjo është veni jonë i përbashkët. Na kujton Flamurin Bizant, që nga kohë Skënderbeut, det Gjoluli dhe më në fund fare në Vlorën e madhe Ismaili. Dua të citojnë vargjet e të madhit Ali Aslan. Shqipëri moj shkëmpegur, vritesh, pritesh për Flamur. Bota hiqe dhe ti në vur, kështu ke qenë që kur. Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri moj shkëmpegurë, Shqipëri moj shkëmpegurë, vrite pritesh për Flamurë. Elton, kemi ndjekur kështu urime dhe mesazhet e emocionuese që vinë nga qytetarët, por ndërkohë ka ndonjë reagim nga të gjitha që ja vlen fakt veçohet nga të gjitha intervistat që ke mundur të marrësh? Shiko, nëse mund të themi dhe intervistat veçanta të cilat ndoshta mund t'i ndjekim në vijim, ka patur edhe të huaj.
shtetet të huaj, të cilit kanë ardhur nga Chicago, së bashku me një shqiptare që ka lindur në Chicago, por me origjinë shqiptare, më saktë me origjinë nga Korça, që së bashku me miqtë e saj kishte zgjedhur që sot të ndodheshin në Vlorë. Dhe ata kanë vetë të surprizuar, nëse mund të themi, me faktin që për krajësinë e tyre janë gjetur pikërisht në ditën e pavarësisë së Shqipërisë në qytetin Bregdetar. Ndërkohë që edhe vajza me origjinë nga Korça ose me origjinë shqiptare, por që ka lindur dhe jeton në Chicago, është prerë e lumtur që sot gjendej në Vlorë dhe në Shqipëri për të festuar. Nuk mungon madje edhe duke treguar me të vërtetë në detaj shumë të rëndësishëm, duke folur në Shqip. Pra, edhe pse ka lindur në Chicago, jeton andej prej shumë vitesh, nuk ka munguar që gjuhën shqipe ta ketë dhe ta përcjell gjithmonë. Pra, ta mbaj dhe të flasë në gjuhën shqipe, dhe ky është me të vërtetë një emocion i veçantë dhe një gjë me të vërtetë shumë e veçantë, qoftë nga vajza shqiptare, por qoftë nga të huaj, të cilët ishin pranishëm sot në sheshën e Flamurit për të ndjekur nga afër festimet për 113 vjetorin e pavarësisë, dhe kënaqësia e tyre veçantë ishte që pikërisht sot ndodheshin në qytetin e Vlorës. Për të vijuar më pas, Kassandra. Po, Elton, ajo që duhet pyesja është edhe çfarë parashikohet në vijim, çfarë aktivitetesh? Atëherë, e kemi përsëritur dhe kemi thënë që aktivitetet do të vijojnë edhe gjatë ditës sotme, do të ketë një panajir të kulinarisë i cili do të ngrihet përgjatë bulevardit kryesor të qytetit të Vlorës. Përveç panajirit kulinarisë është një koncert me të gjitha grupet të cilat ishin të pranishme pikërisht në sheshën e Flamurit vetëm pak më parë, dhe që dhanë atë koncert, atë shfaqje me të vërtetë fantastike për gjithë të pranishmit të sheshë. Do të jetë përpara stadiumit flamurtar të qytetit të Vlorës. Ka nisur qëndrimin e dieshme me performancat që ata kanë dhënë, jo në koncert, por performancat e tyre përpara stadiumit, por edhe në bulevardin kryesor të qytetit, dhe më pas edhe koncerti i madh festiv i parashikuar nga Bashkia e Vlorës, që do të nisë në mbrëmjen e sotme dhe pritet të zgjas dikur rreth orës 23 për të përmbyllur kështu këtë ditë shumë të rëndësishme në qytetin e Vlorës, pra festimet për 113 vjetorin e pavarësisë.